ruaju sherrit të atij që i ke bërë mirë. Fjala e urtë, ruaju sherrit të atij që i ke bërë mirë. Dhe a është i vërtet kuptimi i saj sipas fesë? Ka një fjalë të urtë arabe që thotë: ruaju sherrit të atij që i ke bërë mirë. Këtë fjalë të urtë arabe, me shprehje të parafërta, e kanë shumë popull. Në kulturën shqiptare, ka edhe fjalë të urta në shkallë më të lartë për punimin e kuptimit që shpreh fjala e urtë e lartë shënuar. Si ka mba kujt mirë që me prit sherr. Domethënë, sipas këtij versioni të kësaj fjale të urtë, nëse nuk i ke bërë mirë dikujt, mos prit keq prej tij. Pra dukuria që do të bëj keq ai që ti i ke bërë mirë, paraqitet si aksion, si e pritur e domosdoshme. A qëndron sipas fesë kuptimi i fjalës së urtë, ruaju sherrit të atij që i ke bërë mirë? Imam Kurtubiu në tefsirin e tij përmend se ishte pyetur dietari i madh Bexheliu nëse e gjente të përmbajtur në Kur'an kuptimin e fjalës ruaju sherrit të atij që i ke bërë mirë, dhe ai është përgjigjur: po, e gjen në ajetin, ata, jo besimtarët dhe hipokritët, nuk urrejnë për tjetër, pos se Allahu nga mirësitë e tij dhe i dërguari i tij i begatoi ata. Nëse ata pendohen, do të jetë më mirë për ta. E nëse refuzojnë, Allahu i dënon me një dënim të dhëmshëm si në këtë botë ashtu edhe në botën tjetër. Sura Teube 74. Por sa herë që shpjegohet kuptimi i kësaj fjale të urtë, dietarët saktësojnë se ajo nuk tregon një të vërtetë generalizuese të gjithëndotshme. Vlen vetëm për ata që kanë karakter të ulët dhe nuk vlen kurrësi për njerëzit fisnik. Prandaj këtë fjalë të urtë duhet ta kontekstualizojmë për të qortuar karakterin e ulët të atyre njerëzve që të mirën e këtejme të keqe dhe jo për të demotivuar për bamirësi.